Hi everyone, welcome back and welcome to lesson number 11. Përshëndetje të gjithë, në leksionin 11 ne do të mësojmë për shprehjet here you go dhe there you go. Gjithashtu do të shohim disa parafjalë të reja dhe disa ndajforje sezie. Shprehja here you go dhe there you go shpesh kanë kuptim të njëjtë, por në rastet e veçanta ato kanë kuptim të ndryshëm nga njëra tjetra. Zakonisht në qoftë se dikush po merret me diçka ose ka diçka afër ti dhe më pas ja jep dikujt tjetër, ato do të thonë here you go. Okay? Në qoftë se për shembull unë do të kisha një foto në duar dhe ti dëshiroje ta shije, unë do të ta dorëzoja dhe më pas do të thoja here you go. Okay? Here you go. Tani shprehja there you go është pak a shumë e njëjtë gjë me shprehjen tjetër, por zakonisht përdoret për gjëra që ndodhen më larg. Okay? Le të themi që dikush të kërkon t'i kapsh diçka që ndodhet larg tyre dhe ti shkon që ta marrësh. Okay? Kur ja jep ti thua there you go, sepse nënkupton që objekti ndodhet më larg. Okay? Tani, le të shohim parafjalët. In, në, at, te ose tek, near, pranë, next to, ngjitër me, behind, brapa, in front of, përpara, on top of, okay? On top of do të thot sipër ose në majtë. Për shembull, on top of the building, sipër pallatit, ose në majtë të pallatit, on top of the building. Under, poshtë, far from, larg nga, across, përballë, inside, okay, brenda, dhe outside, jashtë. Okay? Tani do të shikojmë disa ndajforje sezie. Ndajforjet e sezis, ose quantifiers, themi ne në anglisht, janë fjalë ose shprehje që të ndihmojnë ty të shprehësh numrin e diçkaje. Për shembull, a lot of, shumë. A bunch of, një tuf me, për shembull, a bunch of flowers. A bunch of flowers, një tuf me lule. So much, so many, kaq shumë. A number of, disa. Some, disa, gjithashtu. A few, okay, disa. Little, pak. A bit of, okay, pak. Barely any, ose hardly any. Shumë pak. Dhe kemi no, none, not any. Okay? Fare, asnjë. Le të shohim shprehjet there is, there are, there isn't, dhe there aren't. Okay? Number 1. There are a lot of coffee shops in front of the city hall. There are a lot of coffee shops in front of the city hall. There are a lot of, ka shumë, coffee shops. Çfarë janë coffee shops? Kafene. In front of, përpara, the city hall. Okay, the city hall, in front of the city hall, përpara bashkisë së qytetit. Okay? City hall do të thot bashkia në shqip. Okay? Për shembull, Tirana City Hall, bashkia e Tiranës. Në rregull? Number 2. There is so much to see inside the city. There is so much to see inside the city. Ka kaq shumë, okay? To see, me par, okay? Inside, brenda, the city, qytetit. There is so much to see inside the city. Ka kaq shumë me par brenda qytetit. Number 3. There are no bathrooms on top of
the mountain. There are no bathrooms on top of the mountain. Çfarë do thot? Nuk ka asnjë banjë në majtë e mallit. Number 4. There is barely any crime in this place. There is barely any crime in this place. Çfarë do thot? Ka shumë pak krim në këtë vend. Okay, there is barely any, ka shumë pak crime, krim, in this place, në këtë vend. Në rregull? Okay, kjo ishte gjithçka për tani. Shpresoj që ky leksion të ketë qenë i lehtë për të ndjekur dhe shihemi në leksionin tjetër. See you next time.